Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun azza wa jall për nimetet dhe begatitë e tij të panumërta. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Ka mbetur të komentojnë edhe 3 hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka përmendur Nevawiu rahimahullah në librin e tij Riyadhus Salihin në kapitullin e sinqeritetit. Hadithi i radhës është hadithi të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, e ky nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. Kjo është hadithi pra i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihat e tyre nga Abdullah ibn Abbas, e ky nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai e ka transmetuar këtë hadith nga Allahu azza wa jall, e që quhet ndryshe edhe hadith qudsi. Hadith qudsi është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ka thënë Allahu azza wa jall, ose kur ia atribon një fjalë Allahut azza wa jall duke thënë fima yaruhi an rabbihi, ata që ka transmetuar domethënë pejgamberi alayhis salam nga Zoti i tij. Pra kur atribuohet diçka Allahut azza wa jall, kur pejgamberi alayhis salam kur i atribon Allahut azza wa jall ndonjë thënie, ose kur thotë ka thënë Allahu azza wa jall, ky hadith quhet hadith qudsi, ndryshe quhet hadith ilahi. Fjala hadith qudsi ka kuptimin është marrë edhe prej emrit Allahut azza wa jall el-Quddus. El-Quddus që është i pastër nga çdo emet. Qudsi në shqip dikush e ka përkthyr si i shenjtë, po është për qëllim domethënë i cili atribuohet Allahut azza wa jall dhe është marrë nga, ose ka të bëjë me invalide me emrin e Allahut azza wa jall el-Quddus, që është i pastër nga çdo emet. I pastër nga çdo emet. Në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që transmeton nga Zoti i tij te baraka ve taala, i cili ka thënë Allahu azza wa jall ka thënë se inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Allahu azza wa jall i ka shkruar të mirat dhe të këqijat. Thumma bayna dhalik, pastaj i ka qartësuar ato. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamila. Ai i cili vendos me bën një vepër të mirë, po nuk e vepron atë vepër të mirë, Allahu azza wa jall i shkruan atij tek ai një vepër të plot të mirë, sikur ta kishte vepruar një vepër të plot të mirë. Dhe në qoftë se e vendos, pastaj vazhdon hadithi, mirë, po në qoftë se vendos me bën një vepër të mirë, ndërsa e vepron realisht, atëherë Allahu azza wa jall ja shkruan atij 10 të mira, që është shpërblimi më i pakt, pastaj ja shumë fishon, ka mundësi ja shumë fishu deri në 700 fish edhe më shumë se sa 700 fish. Këtu po ndalemi dhe pastaj e vazhdojmë me komentu pjesën tjetër të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra këtina të cilën e transmeton nga Allahu azza wa jall, që është pra hadithi qudsi. Fjala Allahu azza wa jall, inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Allahu, domethënë ka thënë se Allahu azza wa jall i ka shkruar. Ku i ka shkruar? I ka shkruar në Lauhi Mahfudh. I ka shkruar në Lauhi Mahfudh të mirat edhe të këqijat. Edhe ka paracaktuar shpërblimin e tyre. Dhe ju ka shëruar me lajkeve në mënyrë që mos ta pyesin çdo herë se sa më shkruaj, sa mos më shkruaj, mirë po i ka paracaktuar Allahu azza wa jall të mirat edhe të këqijat, dhe pastaj Allahu azza wa jall ka qartësuar se çka do të thonë ky paracaktim, ose ky shkrim i të mirave dhe të këqijave. Thot ai i cili vendos me bën një vepër të mirë, hemme. Kjo është një për atyne kategorive të para se me ardhë, dhe më thonë, para se me bon dhe një vepër, njeriu nga njëherë mundet me ardhë ati në pëshpëritje, mundet me ardhë edhe me pas vendosmëri në veprimin e diçkaje. Pëshpëritja nuk merret parasysh, se vetëm pëshpëritja është diçka dhe kalimtare.
Mirë po, këtu është për qëllim hem e që dhe ka kuptimin që kur e vendos për me zemrën e tij, me bo diçka. Këtu fillimisht Allah Azza wa Jall ka përmendur nëse një njeri vendos me bën një vepër të mirë dhe nuk e vepron atë vepër të mirë. Në shikim të parë, hadithi, domethënë në kuptohet për hadithet që çdo njeri i cili vendos me bën ndonjë vepër të mirë, mirë po nuk e bën atë vepër të mirë, Allah Azza wa Jall ja shkruan si një vepër të mirë. Mirë po ka detajizim edhe nuk është hadithi që është në formën e përgjithshme, sepse në një transmetim, në disa transmetime ka ardhur qartësimi edhe për veprën e keqe, kur dëshiron me bë atë vepër të keqe, mirë po nuk e bën, dhe atëherë Allah Azza wa Jall ja shkruan si një vepër të mirë. Të vjen me lejen Allah Azza wa Jall. Për këtë arsye themi se ai i cili vendos me bën një vepër të mirë, atëherë mund me kategorizuar në disa kategori. Nuk janë të gjithë njerëzit e njëjtë sa përket vendosjes së bërjes së veprave të mira dhe mosveprimit aty në veprave të mira. Kategoria e parë është kur një njeri vendos me bën ndonjë vepër të mirë, edhe i ndërmerr shkaqet, i ndërmerr të gjitha shkaqet për me bë atë vepër të mirë, por pengohet, nuk mundet me e bë atë vepër të mirë, atëherë këtij njeriu i shkruhet komplet sikur se ta kishte bë atë vepër të mirë. Domethënë i shkruhet vepra tina edhe shpërblet edhe për jetën edhe për veprën, sikur se ta kishte bë atë vepër komplet, atë vepër të mirë. Dhe për këtë është dëshmon ai hadith ajeti kuranor ku Allah Azza wa Jall thot: "Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Ai cili del si muhajir për tek Allah Azza wa Jall dhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po e arrin vdekja, pra në mes të rrugës. Nuk mundet me bëj hijret, me shku në Medinë. Hijreti kur konsiderohet hijret kur arrin në Medinë. Kjo nis rrugës për me bëj hijret, pa kanë zonë vdekja në mes të rrugës. Njetin e ka pasur mirë me bëj hijret, po edhe ka ndërmarr shkaqet për me bëj hijret. Atëherë çka ka thonë ajeti kuranor, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Shpërblimi i tij tashmë është i garantuar nga Allah Azza wa Jall. Pra, shpërblimi i tij është i plot, sikur se ta kishte bë atë vepër të tij të mirë, komplet. Pra ai i cili e ka jetën e mirë, është i vendosur me bë ndonjë vepër të mirë dhe i ndërmerr shkaqet, pas pengohet nga vdekja, nga smundja, nga diçka dhe nuk mundet me arrit me komplet me bë atë vepër të mirë, në mesin e rrugës për shembull vdes, atëherë Allah Azza wa Jall ia shkruan këtij njeriu sikur se të kishte bërë një vepër të mirë. Kjo është njëna prej gjendjeve. Gjendja tjetër kur një njeri synon me bën një vepër të mirë, po atë vepër të mirë nuk e bën duke për arsye se tenton me bën një vepër të mirë e cila ka shpërblim më të madh. Atëherë ky njeri shpërblehet për atë veprën e tij të mirë, e cila ka shpërblim më të madh, mirë po shpërblehet edhe për jetën e tij të mirë që ka pasur për me bë këtë vepër, cila është me shpërblim më të paktë. Dhe për këtë është dëshmon ai hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur një njeri kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e shlijimit të Mekës, ka thonë: "Ya Rasulullah, inni nadhart in fataha Allahu alayka Makkah an usalli fi Bayt al-Maqdis." Ka thonë ai dërguari i Allahut, janë me zotu se nëse Allah Azza wa Jall ta mëson shlimin e Mekës, ka më fal në Beitul Maqdis, në Jerusalem, Beitul Maqdis. Do të thonë në Jerusalem. Në Beitul Maqdis në Jerusalem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë atina salli ha huna. Falu këtu. Ka thonë ja, po du më fal atje. Ka thonë salli ha huna, falu këtu. Më ka thonë ja, po kam çaf atje, më fal atë shë nuk e biha. Do të thonë masanë ta çush dushte. Mirë po, pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falu këtu? Se më u fal në Mekë është më vlerë se më fal në Beitul Maqdis. Shpërblimi i faljes në Kabe është më i madh se sa shpërblimi për më fal në Beitul Maqdis. Pra ky njeri sikur ta kishte vepru falën në Mekë, kishte më vlerë për atje, po kishte edhe më shpërbly edhe për falën ose synimin që ka pas më fal në Beitul Maqdis. Pra kur një njeri tenton ose vendos
për me bë një vepër të mirë. Mirë po I thuhet atina për shembull se në këtë rast ka një vepër që është më e vlefshme, atëherë ai ka lënë në bërjen kryerjen e asaj veprës tjetër që është më e vlefshme, atëherë shpërblehet komplet për atë veprën e tij që e ka bërë, për që është më vlefshme se sa kjo tjetra, mirë po shpërblehet edhe për synimin e tij na për vendosmërinë për me bërë këtë veprën tjetër e cila ka vlerë më pak. Tjetra është, domethënë, nëse dikush tenton ose ka një farë vendosmërie në zemrën e tij për me bërë një vepër të mirë. Mirë po nuk e vepron atë vepër nga përtatësia. S'ka ndonjë arsye për lënien e asaj vepre. Mirë po vetëm e ka bën jetë, I fal 2 rekate namaz, qoftë duha, qoftë namaz të natës. Mirë po I vjen dikush ose nxinet me ndonjë punë ose vindi do shokë dhe pastaj del me ta dhe nuk e vepron, nuk e fal ato 2 rekate. Atëherë a shpërblehet apo nuk shpërblehet? Nuk shpërblehet për veprën, për arsye se nuk e ka kryer, dhe s'ka pas arsye justifikueshme për me e lënë. Por ka mundësi më shpërbli për synimin edhe për vendosmërinë e tina. Se këtu ka 2 sene, janë 2 çështje. Shpërblimi për niyet dhe shpërblimi për vepër. Ka dallim. Shpërblimi për niyet dhe shpërblimi për vepër. Këtu ka mundësi më shpërbli për niyet. Mirë po nuk shpërblehet për veprën e tij nëse nuk e ka bërë vepër të tij, sepse nuk e ka penguar nga bërja e asaj vepër diçka. Wa in hamma biha fa'amilaha, nëse e vendos për me bërë një vepër të mirë dhe pastaj e kryen e bën atë vepër të mirë, atëherë Allah Azza wa Jall thot se ja shkruan 10 fishin e saj, sa 10 fish. Domethënë kjo është shpërblimi më I vogël. Shpërblimi më I vogël është 10 fishi. Ila 700 dhifin, deri në 700 fish edhe më shumë se sa 700 fish. Dietarët kanë përmendur se njerëzit dallojnë mes tyre për të njëjtën vepër që e bojnë, dikujt na I shkruhet 10 fish, dikujt na I shkruhet 100 fish, dikujt na I shkruhet 500 fish, dikujt na 700 edhe më shumë. Kjo varësisht prej se këtu luan rol koha, vendi, madhërimi I asaj veprës, sinqeriteti, e shumë gjëra të tjera, dhe më thonë që e bën që me pas dallim njerëzit mes vete. Për shembull, nëse një njeri e bën një vepër të mirë në një kohë të caktuar e cila ka vlerë më shumë se sa kohrat e tjera, sikurse në 10 ditët e Dhulhijhes ka më shumë vlerë, ka më shumë shpërblim. Dhe nëse bën për shembull në Ramazan, në natën e Ramazanit, sidomos nëse godit natën e Kadrit, atëherë ka më shumë vlerë, ka më shumë shpërblim. Domethënë kjo është sa përket kohës. Sa përket vendit, në Çabe për shembull, një namaz është sikurse 100.000 namaze në vendet e tjera. Në xhaminë e pejgamberit alayhis salam sikurse 1000 namaze. Që do të thonë edhe vendi e bën që vlera ose shpërblimi më kon më I madh. Po këtu varet edhe ajo vepra si vepër, sepse dallojnë veprat. Nuk është njëjtë sikurse me kry dikush ndonjë farz, sikurse me vepru ndonjë nafile. Padyshim se veprimi I farzit është më I vlefshëm se sa veprimi I nafileve. Po këtu masanej edhe lidhet çështja edhe me çështjen e sinqeritetit. Edhe me çështjen e sinqeritetit, e që thonë njerëzit dallojnë mes tyre në çështjen e sinqeritetit, në çështjen e madhërimit të Allahut Azza wa Jall, në çështjen e frikës të Allahut Azza wa Jall, në përuljen e tyre në namaz për shembull. E kështu me radhë, domethënë dallojnë shumë mes vete. E dikujt Allah Azza wa Jall ja shkruan më pak, dikujt ja shkruan më shumë, varësisht prej gjendjes së tyre. Por Allah Azza wa Jall ka premtuar që prej 10 deri në 700 fish nëse dikush e vepron një vepër të mirë. Mirë po, ka thënë wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamila. Nëse vendos me bën ndonjë vepër të keqe, mirë po nuk e vepron atë vepër të keqe, Allahu Azza wa Jall ja shkruan një vepër të mirë. Me marrë në aspektin e përgjithshëm, këtë hadith qudsi, I bie që çdo njeri I cili tenton ose ka dëshirë, ka vendosmëri për me bën ndonjë gjuna, mirë po nuk e bën, më ia shkruaj Allahu Azza wa Jall atina ndonjë vepër, më ia shkruaj atina Allahu Azza wa Jall si vepër të mirë. Mirë po kjo ka detajizim, nuk është çdo herë
Edhe këta kemi sharu edhe një herë, mirë po nuk është problem edhe një herë me e sharu. Për arsye se edhe këtu kemi disa gjendje të njerëzve. Gjendja parë, gjendja është e tina njeriut i cili e ka vendos me kry ndonjë gjina. Mirë po e ka pengu nga bërja gjinohet frika ndaj Allahut azza wa jall. E ka cyt shejtani për shembull me bu zina ose dikën tjetër, për shembull me shku në haram ose diçka ndonjë vepër, çfarë do vepër të keqe. Mirë po frika Allahut azza wa jall kon më madhe dhe ka stopu. E ka pengu. Atëherë kalon këtë gjina për hir të Allahut azza wa jall. Nga frika nga Allahu azza wa jall. Atëherë ky është ai të cilit Allahu azza wa jall i ja shkruan si vepër të mirë. Dhe ka ardhur në një transmetim të tina hadithit, ose në një hadithit tjetër, i cili e shëron pak a shumë, innama tarakaha min jarra'i. Ky e kalon këtë gjuna për shkak timin, për hirin tim. Domethënë Allahu azza wa jall thotë se ky e kalon këtë gjuna, domethënë për hirin tim, për hir të Allahut azza wa jall. Ky është kuptimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ai i cili e ka vendos me bën një vepër të keqe. Mirë po nuk e ka vepruar vepër të keqe. Për arsye se s'ka pas mundësi. Atëherë këtina i shkruhet dënimi, sikurse domethënë dënimi i njetit të keq. Dhe është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i shëron aty një 4 grupe të njerëzve. Në mesin e tyre ka thonë dhe një njeri i cili nuk posedon mall. Po thotë te kisha pas mallin e filanit, kisha me vepru sikurse ai filani, domethënë me bë gjinohe të mëdha. Atëra ky njeriu fa huwa bi niyyatihi, fa huwa bi niyyatihi. Ky është sipas niyetit të tina. Pra një njeri për shembull i cili nuk ka parë, është fukara. Është tjetrin që është milioner ose miliarder ose ka parë, është pasanik. Dhe ai tjetri i cili është pasanik, po vepron, domethënë gjinohet të shumta, domethënë bashkon harameve të ndryshme, edhe ky tash pe lakman atina. Thotë kisha pasur në këtë pasuni, atëra kisha me vepru sikurse ky, atëra këtina njeriu Allahu azza wa jall ja shkruan sikurse nuk ja shkruan sikurse veprën, po ja shkruan dënimin për shkak të niyetit të tina. Domethënë dënohet sipas niyetit të tij. Ndërsa ai i cili i merr shkaqet, i ndërmerr shkaqet për me bë veprën e keqe, mirë po stopohet, atëherë ai tina shkruhet komplet sikurse me bë veprën e keqe. Këta e kemi sharuar edhe një herë, po për shkak se hadithi ka pas nevojë edhe një herë me u sharu për shkak se me largu disa pe keq kuptimeve, atëherë kemi pa të arsyeshme që me sharu edhe një herë. Për shembull, ai i cili don me thyni në bankë dhe me ndërmerr krejt shkaqet edhe përgatit krejt, mirë po e ndigjon policinë ose diçka e pengon, ndigjon ndonjë krizë edhe ik prej vendit, atëherë edhe s'mundet me realizuar të vjedhjen, atëherë këtina personit Allah azza wa jall ja shkruan komplet sikurse me bë këtë vjedhje. Domethënë komplet sikurse me bë këtë vjedhje, sepse kanë ndërmarrë shkaqet. Dhe pe atyne argumenteve kemi sharuar kur kemi sharuar hadithin e pejgamberit alayhis salam, idha taqatala al-muslimani bi sayfihima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Dy persona kur tentojnë me vrarjen e tjetrin, atëherë edhe vrarja dhe vrasja është në zjarre. Atëherë kanë pyet ky i vrasi na pe kuptoj mirë, po ky vrarje çka është? Çështja e tij na ka thënë se innehu kana harisan ala qatli sahibihi. Edhe ky ka pas dëshirë, veç ky tjetri ka paraprisë për ndryshe ka pas dëshirë edhe ky me e vrar tjetrin. Por veç e ka pengu kaderi Allah azza wa jall për me e vrar tjetrin për ndryshe, edhe ky ka ngrit shpatën, e ka ngrit armën për me vrar tjetrin. Edhe ky person i shkruhet këtina sikurse ta kisha bërë komplet veprën. Mirë po nëse edhe gjendja katërt është kur një njeri synon një mëkat, vendos me bën një mëkat. Mirë po hek dorë për atin e mëkatit, jo për hir të Allahut, as për shkak të pamundësisë, po ashtu, thotë s'po bëj. Jo për hir të Allahut azza wa jall. Atëherë në këtë rast s'ka as problem as gjuna. Sepse se ka bërë veprën, s'ka gjuna, apo as problem se se kalon për hir të Allahut azza wa jall. Është edhe një çështje tjetër që e kam përmend dietar, për shembull, nëse njeriu në mezhdise të ndryshme përmend se
kishte pas dëshirë me bë filan veprën. Kishte pas me bë, ai se ka vepruar. Mirë po e përmend për mezhlise të ndryshme, për shembull për neje të ndryshme, se kisha pas shef, kështu kisha pas shef për gjunave të ndryshme. Ai shkruhet këtina së gjuna apo nuk i shkruhet këtina së gjuna, ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve. Mirë po nëse kthehemi te ai hadithi që kemi përmend, që një person i cili nuk ka pas pasuni, mirë po e ka thonë se sikur ta kisha pas pasuninë e filanit, atëherë kisha më vepruar gjunohe sikur se filani, atëherë themi edhe ky person, sipas mendimit më të saktë i shkruhet këtina, domethënë gjunohi i njetit. Domethënë njetit keq që e ka pas, pra i shkruhet sikur se domethënë gjunohi për shkak të njetit të tina të keq. Dhe nuk shpërblehet për mosveprimin e këtina gjunohet. Kjo është pra hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pjesën e dytë i përmendëm pak a shumë këto detajzimet dhe kalojmë pastaj te hadithi tjetër. Është hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, të cilin e transmeton këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe mirë po shprehja është e Imam Muslimit. Thotë ka thënë Abu Hurajra radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salatu ar-rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi bid'an wa 20 darajah. Ka thënë namazi i njeriu me xhamat është më i vlefshëm se namazi i tij në treg ose në shtëpinë e tij me vlefshëm se sa 20 e sa shkallë. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Thot kjo sepse kur ndonjëri prej jush merr abdes dhe përsos atë abdes, merr abdesin në mënyrë të përkryer, pastaj shkon në xhami duke mos pasur qëllim tjetër përveç namazit. S'ka qëllim me taku me dikon ose diçka, mirë po ka qëllimi i tij vetëm është vetëm me u fal. Nuk është hyrë asgjë tjetër veç namazit, nuk hedh ndonjë hap pa ju ngritur atina ndonjë shkallë, ndonjë derexhe dhe pa ju fshirë ndonjë gjunah derisa të hyjë në xhami. Domethënë derisa të hyjë në xhami. Fa idha dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Dhe kur hyn në xhami ai konsiderohet në namaz, që është në namaz për ashtu sa namazi e mban aty, dhe anjët pastaj me lajket lutën për secilin prej jush për sa kohë që qëndron në vendin ku është falur, duke thënë se Allahumma arhamhu, o Zot më shëroje, Allahumma ighfir lahu, o Zot falë, edhe Allahumma tub alayhi, o Zot pranoj pendimin, përderisa nuk e dëmton çetërkon dhe ose edhe nuk e prish abdesin. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flet për namazin me xhamat. Mirë po Imam Nevawi ka përmend në kapitullin e sinqeritetit, për arsye se këtu ajo çështja e sinqeritetit ka ardhur me kanit salatu tahbisuhu. Domethënë qëllimi i tij për shkurën në xhami është vetëm për namaz. Edhe qëndrimi në xhami ka qenë vetëm për shkak me prit namazin tjetër. Domethënë edhe konsiderohet që është në namaz përderisa është në xhami, edhe namazi është ai i cili e mban ato duke për me qëndruar në xhami. Pra, ky hadith është një prej haditheve të mëdha i cili tregon për faljen e namazit me xhamat. Falja e namazit me xhamat është një prej simboleve të Islamit. Dhe është një prej shenjave të bashkimit muslimanëve, unitetit muslimanëve, dhe në përmjet namazit me xhamat muslimanë janë si një trup i vetëm dhe si një ndërtesë e cila e forcon njëra tjetrën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka përmend këtu drejt për drejt xhamin, pa ka përmend këtu salatu ar-rajuli fi jama'atin. Namazi i njeriu kur është me xhamat. Por më dhomë e kuptu se namazi me xhamat zakonisht nuk kryhet në xhami, nuk kryhet diku tjetër. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka përmend xhamin, pa ka përmend xhamatin, për me dhomë e kuptu se është e natyrshme dhe njerëzit e dinë se namazi me xhamat kryhet në xhami, jo diku tjetër.
Mirë po këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se salatu ar-rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi. Domethënë namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi në shtëpi edhe në treg. Kjo fjala në treg i bie që domethënë muslimani gjithë falet kudo që të jetë. Kudo që të jetë. Kur është në shtëpi, kur është në treg, kur është duke kryer ndonjë punë të caktuar, domethënë e kryen namazin e tina dhe nuk bën me lën namazin. Nuk bën me lën namazin, qoftë edhe kur është në treg, kur është duke bërë shitblerje. Mirë po është më i vlefshëm tash namazin në shtëpi apo namazin në treg. Dietar kanë thënë se namazin në shtëpi është më i vlefshëm se sa namazin në treg. Se namazin në treg aty ka edhe ka mundësi me pas prezencë të shejtanëve edhe më shumë në treg. Po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith iyakum wa hayshatul aswaq. Ruhuni nga rrëmujat e tregjeve. Në tregje ka rrëmuja, ka zhurma, konflikte, përzime njerëzve që mundën me shpërqendru njeriu. Prandaj namazi në shtëpi është më i vlefshëm se sa namazi në treg. Mirë po namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi në shtëpi apo në treg për 20 e sa shkallë. Këtu ka thonë shkallë, nuk ka thonë 20 e sa shpërblime. Kjo 20 e sa shkallë, do të thonë ka ardhur në hadithet e tjera që është përmendur se namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi në shtëpi për 25 grada shkalla ose 27. Ta dietar ka mos pajtime, çka është për qëllim me këto? A ka këto dy hadithe, a janë që vijnë konflikt ose kontradiktore me njëra tjetër? Disa prej dietarëve kanë thënë se një herë ka qenë 25, pastaj ju ka shpall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është më i vlefshëm se sa 27. Disa prej dietarëve kanë thënë jo mundu me gjithë arsye, më thonë se namazi i cili është që quhet xheherie, domethënë namazet që quhen xheherie, që lexohen me za, sikurse namazi i sabahit edhe i akşamit edhe yatsin, këto namaze kanë vlerë më shumë, 27 gradë ose 27 shkallë, ndërsa namazi i drekës edhe namazi i kindis është 25. Po sidoqoftë, domethënë kjo që është përmendur këtu në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që 20 e ca, se kjo ca bidon në arabisht e ka kuptimin pej 3 deri në 9 ose pej 3 deri në 10. Disa kanë thënë pej dietarëve. Është një shprehje që pa caktuar, që tregon për numrat prej 3 deri në 9 ose prej 3 deri në 10. Mirë po, siç u sharu me ato hadithet e tjera, që këtu është për qëllim ose 25 ose 27 ose 27 gradë. Mirë, këtu ka ardhur deraja thanë, nuk ka ardhur këtu shpërblime ose diçka tjetër. Ka ardhur deraja, thonë grada. Se do të thotë njeriu kur falet në namaz, kur e fal namazin me xhamat, ai jo vetëm që merr shpërblim më të madh, mirë po ngritet tek Allahu azza wa jall. Sa përdor këto shprehja deraja, shkallë, që do të thonë lartësimit edhe pozitë për me tregu pozitën e tina tek Allahu azza wa jall. Do të thonë afrohet tek Allahu azza wa jall dhe pozita e tina ngritet tek Allahu azza wa jall për sa për 27 ose 25. Po është edhe më i vlefshëm se namazi në shtëpinë e tij dhe në tregun e tij, më shumë se sa 25 ose 27, shkon ardh hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, dhe pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Dhalika", pse namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi në shtëpi? Ka thënë dhalika për me tregu një farë ta'lili, do të thonë arsyeën pse është më i vlefshëm. Wa dhalika, këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po para asajna, fjala xhami këtu, fi mesgjidihi, është përmend 3 herë, që do të thotë se njeriu, do të thonë, është i lidhur me xhamin. Po edhe fjala sejdë e ka kuptimin e nënshtrimit ndaj Allahut azza wa jall, për ulës ndaj Allahut azza wa jall. Po të kthehemi te ajo pjesa e parë, do të thonë pjesa e parë dhalika, do të thonë arsye pse namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi në shtëpi ose në treg, për arsye se një njeri në qoftë se merr abdes, isbaghul wudu, yusbighul wudu, ose ahsanul wudu. Ahsanul wudu e merr abdesin në formën më të mirë, do të thonë në mënyrën e përkryme. E merr abdesin në formën e përkryme, pastaj shkon në xhami.
Edhe kur shkon në xhami, domethënë i shkruan ato sevapet e tij. Për çdo herë që shkon në xhami, domethënë kanë ardhur edhe hadithe të ndryshme që njeriu sa herë që shkon në xhami, domethënë për çdo hap që e vendos atëre Allah Azza wa Jall i afshin një gjuna dhe ngrit një darexhe ose edhe fiton sevape, që do të thotë se njeriu përveç që përfiton prej xhamisë, domethënë namazin me xhamas, po edhe kur e merr abdesin në shtëpi, edhe kur shkon për në xhami, të gjitha këto vepra janë që e bojnë namazin me xhamat më të vlefshëm se sa namazin e tina në shtëpi. Pastaj kur shkon edhe atje, edhe hyn me sakina wal waqar, që ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur thirret kamete atëherë fa aleikum bis sakinati wal waqar. Domethënë shkoni dal ngadal pa u ngut, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe shka të nxëni për namazëve, atëherë faleni, në qasë se nxëni për namazëve, atëherë plotsojeni ata që nuk e keni nxënë. Domethënë më rëndësi është që njeriu kur shkon me shku me edhe në formë më të mirë, edhe duke shku dal ngadale, që mos më ngut. Po edhe kur shkon aty, edhe hadithi i pejgamberit alayhis salam që ka thonë se njeriu në kuptuar për këtë hadithe që kur shkon në namaz ose kur shkon në xhami dhe ka niyetin për me e fal namazin me xhamat, domethënë nuk preokupohet për çështjet e dynjas. Se këtu ka thënë ma kanat as-salatu tahbisuhu, se qëllimi është mas pari tina vetëm namazin. La yanhazuhu ila as-salat, la yukhrijuhu ila as-salat. Nuk e qëllimi tina për me fal namazin me xhamat nuk është përveç se namazi, nuk është diçka tjetër. Por edhe qëndrimi në xhamit pejgamberit, në xhami është që është qëndrimi vetëm për namaz, jo për diçka tjetër, jo për më prekupu me diçka tjetër të çështjeve të kësaj bote. Domethënë as me çështje të familjes, as çështje të fëmijëve, as çështje të dunjas. Po namazi është ai vetëm i cili e prekupon njeriu. Dhe këtu ka ardhur domethënë se njeriu, domethënë e përmendëm se ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në esencë është që tregon vlerën e namazit me xhamat. Mirë, po Nevavi rahimahullah ka përmend të kaptina e sinceriteti për me kallëzu se qëllimi tina nuk është që me u taku me dikon ose për diçka tjetër, po qëllimi tina vetëm me fal namazin. Qëllimi tina domethënë është i sinqert për hir vetëm për hir të Allahut azza xal, edhe qëndrimi në xhami është qëndrimi për me prit namazin e jo për diçka tjetër, për me prit dikon tjetër. Dhe për këtë arsye namazi me xhamat është më i vlefshëm, për arsye se edhe melajket lutën për atë njeri i cili qëndron në vendin e faljes tina dhe lutjen, domethënë Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alayhi, o Zot për ne pendime, o Zot mëshiroj, o Zot domethënë fale. Domethënë njeriu kur e ka parasysh këto, domethënë se çfarë shpërblimi i madh atëre nuk ka me mungu. Nuk ka me mungu ose ka me luftu vetveten e tina që me prezentu edhe me marr pjesë në namazet me xhamat. Edhe çështja tjetër se namazi me xhamat ka mos pajtimin ndërmjet dietarëve sa i përket domethënë hukmit. Disa prej dietarëve thonë namazi me xhamat është vajib aini, domethënë vajib individual. Kjo është mendimi i Hanbelive dhe disa prej dietarëve të tjerë. Edhe argumentet janë shumë më të forta për këtë mendim që tregojnë se namazi me xhamat është vajib për ata i cili i plotson kushtet, domethënë për me shku në namazin me xhamat dhe për të konsideruar për obligim individual. Ka për dietarët e tjerë që thonë është sunet, ka për dietarët e tjerë që thonë që është farz kifaje, po qëllimi është se aja namazi me xhamat e tregon domethënë atë është simbol i islamit, është unitet, që është sharum më herët që besimtari nuk dohet me lënë namazin me xhamat sa të ketë mundësi. Sa të ketë mundësi, ka njëherë në qoftë se është i justifikuar, është i justifikuar. Ai ka arsye të veta, për shkak të smundjes, për shkak të diçka tjetër, edhe nuk mundet me prezantu. Përndryshe duhet më mundu maksimalisht. Dhe sa përket namazit me xhamat, kanë ardhur hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë këta. Për këtë arsye në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashiril masha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah. Thot përgëzoi
ata që ecin në errësirë drejt xhamive, ku në errësirë ose në namazin e sabahit ose ndoshta në namazin e yatsis, përgëzojmë këta persona të cilët shkojnë drejt xhamive që kanë me pas dritë të plotë në ditën e Kiametit, ndërsa në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ghada ila al-masjid aw rah a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, kush shkon në xhamin në mëngjes ose në mbrëmje, Allah azza wa jall kam ia përgatit atina një vend, një vend në xhennet sa herë që shkon. Edhe po ashtu edhe vlera e ecës në xhami është e madhe, për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë a'dhamun nasi ajran fi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Njerëzit me shpërblim më të madh në namaz janë ata që kanë distancën më të larg për me ecë. Edhe vlera pritjes së namazit është e madhe, e të gjitha këto pra tregojnë se njeriu të gjitha këto e motivojnë njeriu që me shkuën edhe më falë në namazin me xhamat. Jo me ndajt në shtëpinë e tina dhe me konsideru që shtëpia për heton pak ma mirë se po e përjeton namazin ma mirë. Se ka dikush për shembull që është mësu edhe ju ka bëu atina si një fardaj komfort zone që punë shtëpi, pastaj kur ti del vakti shkon ndërsa xhamia e ka afër aty, atëherë e themi se domethënë ky njeriu ka hup shpërblimet mëdha, po edhe është rreziku që me marr gjinohe, se më thon dietarët të cilët e kanë thonë që namazi me xhamat është vajib aini, mendimi i tyre është shumë më i fortë se sa i të tjerëve. Shumë më i fortë se sa i të tjerëve, edhe pse nuk kemi ndoshta koha shumë me trajtu këtë çështje në atë aspektin fikhor, edhe me sharu se cilat janë argumentet e tyre, mirë po qëllimi është që njeriu do të më mundu maksimalisht me fal dhe pastaj edhe aty nxitet edhe prej të tjerëve, kur i shet të tjerë të takon ndonjë vëlla edhe domethënë miqësohet me të tjerë edhe forcohet vllazëllakun mes njerëzve, po në rend të parë do të më kanë domethënë shpërblimi, domethënë me pas qëllim shpërblimin ndaj Allahut azza wa jall. Shpërblimi pe Allahut azza wa jall për faljen e tina në xhami. Ky është hadithi i dytë, pastaj në dersën tjetër do ta trajtojmë edhe do ta komentojmë hadithin e tretë, i cili është hadithi i fundit sa i përket kapitullit të sinqeritetit.